Problemi që sot ka bujësia shqiptare nuk është vullneti politik. Unë e kam parë vullnetin politik dhe kur vullneti politik është bashkëshëruar me ekspertizë ka bërë mrekullira. Nuk i mungon vullneti kësaj qeveriet, por i mungojnë ekspertët të cilët e keq orientojnë dhe e keq orientojnë dhe i thojnë gjërat pa qëna dhe nuk ka politik bërje fare. Unë kërkoj, të lutem, rektori universitetit. A do bëjmë gallatë apo do në me folë? Ta dëgjojmë që ka dalë. Sot Universiteti Bujqësor është krau djathtë i ministrit. Dhe universiteti është pa politika. Ma thuj një politik që ka bërë universitete, më puri do. Ma thuj një politik që ka bërë universitete. Parë Universiteti Bujqësor është me Universitetin e Vjenës. Po, are, kryeministri e shkriu AKU-n, se tha nuk bën, dhe universiteti i kaloi gjithë. Dhe universiteti i kaloi gjithë. Gjithë punojësit e AKU se kanë marrë të gjithë i ke atje. Të gjithë i ke atje. Tani lëre të konkludoj, të lutani, se nuk është puna me problemi është këtu. Politikat e bujësisë bëhen në për kafe, bëhen në për cepa zyrash, ulen aty, shkruajnë gjëra kot pa lidhje, nuk ka specialist, nuk ka konsultim me publikun, dhe ky është problemi. Po jema jo, në terren ka. Unë po them nuk ka ministri, nuk ka proces konsultimit. Ajo paketa që e zhvendosi, që ky zotëria me shumë një njohje, ajo paketa që e zhvendosi bujësin dhe bëri që të lullëzonte për aq vite sa lullëzoj, ishte fruti një konsultimit jashtëzakonisht intensiv.